Me orët e tëra gjatë ditës të gjitha e pritën reagimin apo surprizën e Luizit dhe Lunushit, por ata e patën bere pakt me Lunushin që gjithë ditën do të ishin të heshtur pasi dhurata dhe surpriza e tyre mbetej për ne fund njësoj si embelësira për ne. Fund mbrëmjen e sotme ata darkuan me mami Kiarën mbasi Luizi gjithë ditën e sotme është marrë me përzgjedhjen e luleve dhe të tullumbaceve, gjithashtu ai i ka dedikuar dhe një këngë Kiarës ku me ne fund ai e nxori, por me arsyen se kjo ishte kënga e filmit, por ajo dukej qartë që ishte surpriza e Kiarës lidhur me filmin me një cover shumë të bukur ku cifti shfaqen duke u arë njëri tjetrin në sy pra një dashuri vetëm me shikim si ditën e parë kur shkëmbyen puthjen përveç kësaj të gjithë menduan. Çfarë po kurdis Luizi me Lunushin, por ai bëri super surprizën, shtëpia e tyre u mbush plot me tullumbace të personalizuara me zemra dhe me trendafila të kuq, të gjitha këto ishin vec për Kiarën, por një detaj akoma më i bukur ishte momenti kur ato i pozicionuan në të gjithë dhomen dhe ne dy tullumbace gjigande në formë zemre ishin të shkuartur në një anë emri Luna dhe në anën tjetër emri Luiz. Pra dy zemra në skajet të ndryshme të shtëpisë që i përkasin Kiarës e një tufe me trendafila të kuq, dekori këtë radh ishte komplet i kuq ku dashuria e simbolizon ngjyrën e kuqe, ashtu edhe Luizi jo me kote ka zgjedhur këtë ngjyrë që simbolizon dashurinë, ndjenjen e pastër edhe gjakun që rrjedh në çdo vene për njeriu në zemrës. Dashuria e tyre është kaq e bukur mbas kësaj super surprize. Kiara i ka përqafuar dhe puthur dy dashuritë e saj, pra Lunushin dhe Luizin, me pas ata vendosen që të darkonin pranë njëri tjetrit në një vend ku të shijojnë muzikën dhe njëri tjetrin. Lunushi është shumë e lumtur që mami Kiara sot mbushi 30 vjeç, ajo e kupton ditën dhe festën që i përket mami Kiarës. Në vi urojmë mbrëmje të këndshme ciftit edhe 100 vjeçet të na bëhesh Kiara, e qofshi gjithmonë të lumtur pranë njëri tjetrit, shikim të këndshëm të dashur shikues. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.